Po kështu kemi ditën e Xuma, e cila është festa javore, ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin e Kerim: o ju besimtar, nëse thirret namazi për ditën e Xuma, atër shpejtoni në përmendjen e Allahut dhe lëreni shitblerjen. Kjo është më mirë për ju nëse jeni që e dini. Po kështu kemi ditën e Arafatit, kemi ditët e Teshrikut, dita 11, e 12 dhe 13 e Dhulhijhes. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: yawmul Arafa wa yawmun nahri wa ayyamut tashriqi ayyamu aklin wa shurb. Dita e Arafatit, dita e Kurban Bayramit edhe 3 ditët e Teshrikut janë ditët e ngrënies dhe të pirjes. Pra kjo e veçantë për haxhin që janë në haxh. I transmetim thuhet se yawmun nahri wa yawmut tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi ta'ala. Pra dita e Kurban Bayramit dhe ditët e Teshrikut, ditët pasaj, 3 ditët, janë ditët e ngrënies të pirjes, pra ditët e gëzimit, ditët e kënaqjes me begatit që Allahu subhanahu wa ta'ala u ka dhënë besimtarëve, dhe ditë të përmendjes se Allahu të lartësuar.